Kujdes dukur, kur Allahu I fshiu nga faqja e tokës. Mbi tokën që shkelim sot kanë jetuar popuj të fuqishëm, me qytete të mëdha, me ushtri, me krenari. Menduan se ishin të paprekshëm, menduan se asnjë forcë nuk mund t'i shkatërronte. Gabuan. Allahu thot: "A nuk udhëtuan nëpër tokë dhe pan si ishte fundi atyre që ishin para tyre? Ata ishin më të fuqishëm se ata në forcë." Surja Fatir 44. Populli I parë I zhdukur, populli I Nuhut a.s. Nuh predikoi 950 vjet, por ata refuzuan, u tallën, kthyen shpinën. Allahu tha: "Dhe I mbytëm, dhe bëm ta trashëgojnë tokën ata që erdhën pas tyre." Surja Enbija 77. Qielli u hap, toka gurgulloi, uji mbuloi çdo gjë, vetëm Nuhu dhe besimtarët e pakt mbijetuan mbi ark. Një civilizim I tërë, I fshirë nga uji. Pas Nuhut lindi një popull tjetër, Adi, populli I Hudit a.s. Ndërtuan me gur, ngritën shtylla gjigande, krenoheshin: "Kush është më I fuqishëm se ne?" Surja Fusilet 15. Allahu tregoi Hudin, refuzuan, sfiduan, than: "Sille dënimin tënd nëse je I sinqert." Dhe erdhi. Allahu thot: "Dhe dërguam kundër tyre erë të ftohtë dhe të tmerrshme për 7 net dhe 8 ditë pa ndërprerje." Surja Haka 6:7. 7 net, 8 ditë. Era I ngriti si trungje palmash të zbrasta dhe I hodhi. A sheh ndonjë mbetje prej tyre? Surja Haka 8. Asgjë. Civilizimi I Adit, I fshirë nga era. Pas Adit erdhi Themudi, populli I Salihut a.s. Gdhendin shtëpi në male, ishin të fortë, të zhvilluar. Allahu u dërgoi shenjë dhe vene shenjtë, tha: "Lëreni të kullos lirshëm dhe mos e dëmtoni." Surja Arraf 73. Pastaj ata e therrën, sfiduan, than: "Sill dënimin tënd." Allahu thot: "Dhe I goditi britma dhe u bën si kashta e that." Surja Kamer 31. Një britëm dhe populli I Themudit u bë pluhur. Populli I Lutit a.s. Qyteti Sodomës. Allahu thot se mëkati I tyre ishte I pashëmbull. Vërtet ju afroheni burrave me dëshire, jo grave. Jo, vërtet, ju jeni popull që te I kalon kufijt. Surja Arraf 81. Luti predikoi, kërkoi, u lut, por nuk e besoi askush, veç familja e tij. Erdhi urdhri. Allahu thot: "Dhe lëshua mbi ta shi gurësh. Shiko si ishte fundi I kriminelve." Surja Arraf 84. Gur nga qielli, çdo gur me emrin e atij që do të goditej. Qyteti u kthye përmbys. E kthyem atë qytet mbrapsht dhe lëshua mbi ta gur të grumbulluar. Surja Hud 82. Populli I Lutit, I fshirë nga gurët. Medjeni, populli Shuaibit a.s. Tregtar të mëdhenj, por të pandershëm, mashtronin në peshore, paksonin masën. Shuaibi paralemroi: "Plotësoni masën dhe peshoren dhe mos u cënoni njerëzve në gjërat e tyre." Surja Arraf 85. Refuzuan, u tallën, than: "A namazi yt të urdhëron të braktisim ato që adhuronin etërit tan?" Allahu thot: "Dhe I goditi tërmeti dhe u bën të shtrirë në shtëpitë e tyre." Surja Arraf 91. Tërmeti erdhi, edhe populli Medjenit u fshi nga tërmeti. Ndoshta rasti më I njohur, Faraoni, njeriu që tha: "Unë jam Zoti juaj I lartë." Surja Naziat 24. Musa I erdhi, shenjat erdhën, 9 mrekulli, por Faraoni refuzoi, me arrogancën e një njeriu që mendon se pushteti I tij është I përjetshëm. Dhe erdhin ata e fundit. Deti u nda për Musain, Faraoni I ndoqi, dhe kur ishte në mes, dhe mbytën Faraonin dhe gjithë ata që ishin me të. Surja Shuara 120. Por Allahu shtoi diçka mahnitse: "Sot do të shpëtojmë trupin tënd, që të jesh shenjë për ata që vinë pas teje." Surja Yunus 92. Dhe sot, trupi I Faraonit qëndron në muzeun e Kairos, dëshmi e gjallë e premtimit të Allahut. 6 popuj, 6 dënime të ndryshme: uji, era, britma, gurët, tërmeti, deti, por shkaku I njëjtë, refuzimi të vërtetës, arroganca ndaj Allahut, keqtrajtimi I njerëzve. Allahu thot: "Dhe sa qytete shkatëruan kur bën zullum dhe ngritën pas tyre popuj të tjerë." Surja Enbija 11. Historia përsëritet. Populli që sot mendon se është I paprekshëm ka lexuar të njëjtin gabim. Profeti alayhis salam tha: "Allahu I jep afat, por kur merr nuk lëshon." Pastaj lexoi: "Dhe kështu është kapja e Zotit tënd kur kap qytetet, kur ato bëjnë zullum. Vërtet kapja e tij është e dhimbshme dhe e fortë."
Surja Hud 102. Këta popuj nuk u zhdukën sepse ishin të dobët. U zhdukën sepse zgjodhën gabimin, kur e vërteta ishte para tyre. Allahu na la historitë e tyre, jo si pasiguri, por si mësim. Vërtetën e historitë e tyre ka mësim për njerëzit e mendjes. Surja Jusuf 111. Toka mbi të cilën qëndrojmë sot ka parë madhështi të rënë, ka parë krenari të shkatëruar. Pyet e veten, çfarë po ndërtojmë ne mbi të?